Dhe unë them mirëmëngjesi, them kam ardhur mu interesu për djalin tim, ato mësuesit thënë, jo, ne fëmijët Shqipërisë nuk kemi në klasë, e ke gabim. Jo, thash, unë nuk e kam gabim, sepse e di që i drejtohem, ju jeni mësuesja kujdestare, thotë jo, thotë unë të Shqipërisë, edhe kur e them emrin, them ku tha, po ai nuk po fol si Shqipërisë. Sfidën e marr si një lloj përgjegjësie për me gjetë zgjidhjen. Kështu që jam orientuar prej fillimit në krijimin e një gjëje të bukur, sepse ishte shumë e nevojshme në atë kohë, ishte një vend i dalur mas luftës, me shumë probleme familjare, me shumë probleme të mbijetesës, dhe fëmia sikur ishte xhepi i fundit i zgjidhjeve brenda familjes, sepse në atë kohë mentaliteti ka qenë që fëmia nuk kupton, çdo gjë fshihej nga fëmia, mbaheshin sekrete, nuk flitej në sy të fëmijëve. Kështu që e mora një sfidë bashkë me një kolegen time, doktoresha Afërdita, për me ndërtu një shërbim që nuk ekzistonte. Kështu që filluam punonim me Child Advocacy International, ishte një organizatë angleze e cila mori përsipër ndërtimin e shërbimeve shtetërore këtu. Pas e unë në 2001 u angazhova në fakultetin e psikologjisë si ligjëruese dhe domethënë punoja gjithë ditën në terren, duke ndarë eksperjenca nga më të ndryshmet. Edhe që një moment në 2001 ka qenë kjo më duket, kur më tret shkolla për njërin nga fëmijët që kishte njësh në muzikë. Edhe aty unë e kam kuptu që atë shumë kish kap kjo përgjësia për me ndërtu shërbime, për me punu në për terene, për me punu në fakultete, kështu sa që kisha lënë ndoshta pas dore edhe këtë përshtatshmërinë e dy fëmijëve të mi. Edhe kur shkoj në shkollë, edhe i gjej dy mësuese duke ngrënë mëngjesin, edhe unë them mirëmëngjesi, them kam ardhur mu interesu për djalin tim, ato mësuesit thënë, jo, ne fëmijët Shqipërisë nuk kemi në klasë, e ke gabim. Jo, thash, unë nuk e kam gabim, sepse e di që i drejtohem, ju jeni mësuesja kujdestare. Thotë jo, thotë unë të Shqipërisë, edhe kur e them emrin, them ku tha, po ai nuk po fol si Shqipërisë, hiç tha, adin. Thash po fëmijët përshtaten më shumë, adin me mjedisin. Kështu që ky angazhimi im ndoshta nuk më ka dhënë kohë për me mendu shumë edhe për ndryshimin e mjedisit, kështu që në të vërtetë po, më janë dashur 2 vite për me u ndiu në komfort. Dhe pastaj sigurisht që karriera ime, se në 2001 unë kam shku në Cambridge University për një eksperiencë të cilën ka qenë e paharrueshme për mua. Dhe masandej karriera ime vazhdoj me hapa. Unë kam hecur në karrierë jo me hapat ndej, po çdo hap që kam hedh ka qenë i sigurt dhe i ka hap rrugë angazhimeve të mia, qoftë vendore, po qoftë edhe ato në nivel internacional. Dhe jam në këtë aspekt, po më thot një koleg ka kuptu që unë jam në një bord internacionale, më thash, qysh nuk e di, më thash, po pse unë në përbordë nuk marrë pjesë për me dit njerëzit, thash, po, adin, mendoj që karriera ime ka qenë e konsoliduar.